Vazhdoj me lajme nga SBA. Trump, hapësira ajrore e Venezuelës duhet konsiderohet e mbyllur. Presidenti Donald Trump deklaroi se hapësira ajrore mbi dhe rreth Venezuelës duhet konsiderohet e mbyllur në tërësinë e saj. Një pohim që ngriti më shumë pikpyetje mbi presionin amerikan ndaj udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro. Qeveria e tij akuzoi Trumpin për një kërcënim kolonial dhe përpjekje për minuar sovranitetin e vendit të Amerikës së Jugut. Shtëpia e parë nuk u përgjigj pyetjeve nëse deklarata e Trumpit në platformën Truth Social nuk kuptonte një politikë të re apo thjesht përforcim të mesazhit fushatës së tij kundër Maduros, e cila ka përfshirë disa goditje të detit në Karaibe në Oqeanin Paqësor lindor ndaj varkave të vogla të akuzuar për transport droge, si dhe rritjes së pranisë së forcave vetare në rajon. Më shumë se 80 persona janë vrarë në këto operacione qysh prej fillimit shtatorit. Presidenti republikan i dërtoi thirrjen për një bllokadë ajrore linjave ajrore, pilotëve, trafikantëve të drogës dhe trafikantëve të qenieve njerëzore, dhe jo vetë Maduros. Qeveria e Venezuelës tha se dënon fuqishëm pretendimin e Trumpit për mbylljen e hapësirës ajrore dhe cilësoi atë si një kërcënim kolonial që synon të minojë integritetin territorial, sigurinë ajrore dhe sovranitetin e plotë të vendit.